Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë është një nga institucionet përgjegjëse për kontrollin e sigurisë ushqimore në Shqipëri, i krijuar në vitin 2006 si laborator kombëtar reference. Ai merret me monitorimin e sëmundjeve virale, diagnostikimin e tyre, prodhimin e biopreparateve veterinare dhe kontrollin mikrobiologjik të produkteve me origjinë shtazore, si vendase, ashtu edhe të importuara. Megjithatë, një auditim i vitit 2024 nga kontrolli i lartë i shtetit evidentoi 22 problematika që lidhen kryesisht me menaxhimin financiar dhe organizativ. Institucioni nuk ka hartuar plan strategjik, nuk ka ngritur strukturat e nevojshme të menaxhimit dhe nuk ka strategji apo regjistër rreziku. Probleme janë konstatuar edhe në laborator. Nga 41 në total, vetëm 19 kanë teste të akredituara, ndërsa shumica e analizave të akredituara janë të përqendruara në një departament të vetëm. Disa sektor kyç kanë përqindje minimale ose 0 teste të akredituara. Po ashtu, mungojnë mekanizma bashkëpunimi ndërinstitucional për identifikimin dhe trajtimin e rreziqeve epidemiologjike. Në drejtim të furnizimeve, janë bler kite laboratorike me vlerë të konsiderueshme, por përdorimi dhe ruajtja e tyre nuk janë dokumentuar siç duhet. Mungon kontrolli i skadencave dhe magazinimi nuk plotson kushtet teknike. Auditimi ka zbuluar edhe shkelje në procedurat e prokurimit, si mungesë argumentimi teknik, kritere të paqarta dhe verifikim të paplot të dokumentacionit. Për analizat jashtë vendit, janë shpenzuar rreth 1.88 milion euro në periudhën 2022-2024, duke krijuar kosto shtesë për shkak të TSHV-s dhe pa një proces të rregullt përzgjedhjeje. Ndërkohë, në vitin 2025 u deklarua përmirësimi i kapaciteteve dhe riakreditimi i laboratorëve, por disa tendera të së njëjtës periudhe u shoqëruan me mungesë konkurrence dhe probleme procedurale.